Korça ishte përgatitur për fest, por ka përjetuar një dramë të vërtetë pasi Skënderbeu është mundur në shtëpi nga Bylisi dhe ky rezultat ka sjellë rënien nga kategoria të skuadrës së drejtuar nga Ernest Gjoka. Korçarëve u duhej fitoria për të siguruar mbijetesën, por nuk ja dolën. Pas vëshëllimës së gjyqtarit në stadium plakosi heshtja dhe zhgënjimi ishte i dukshëm në sytë e tifozëve korçar. Ish futbollisti i njohur i Skënderbeut, Gjergj Lika, mendon se lojtarët duhet të kishin bërë shumë më tepër në këtë ndeshje, duke qenë se ishin vetëm 90 minuta të fundit. Lojtarët dhe duke parë gjendjen e sidomos ndeshjen e fundit, duke parë kushtet, gjendjen, vështirësitë që krijonte ajo ndeshje, që na krijoheshin më vonë, duhej ta vlerësonin ndryshe. Dhe do të ishin më të mobilizuar, më luftarak, më kupton, sepse ishte ndeshja që nuk të falte. Dhe aty kjo gjë nuk u pa. Unë ndeshja të shikoja lojtarë me gjak, lojtarë me sedër, lojtarë sepse edhe vetë natyrën që kanë, më kupton se janë futbollistë, por ama dhe ndeshjat kërkon do të ishte dyfishi mobilizuar. Lika tha gjithashtu se tani është momenti që trajneri Ernest Gjoka të marrë përsipër përgjegjësinë dhe të largohet nga drejtimi i ekipit. Përgjegjësia bie mbi trajnerin. Jo duke hequr përgjegjësinë e lojtarëve. Po përgjegjësia bie gjithnjë mbi trajnerin. Tashti, unë nuk them se po e hoqëm trajnerin edhe do arrim në diçka, por ka mbetur kjo si, kështu që duhet të largohet trajneri. Dhe unë jam me mendimin që për momentin do të largohet. Skënderbeu e mbylli kampionatin në vendin e parafundit me 37 pikë, teksa humbja me Bylisi në shtëpi në javën e fundit rezultoi fatale për korçarët, të cilët sezonin e ardhshëm do të luajnë në kategorinë e parë.